sigurt? Po ku ka siguri këtu në Shqipëri më gjitha probleme, këtu është një tmerr, s'ka siguri fare. Këtu duket sikur ne bëjmë një jetë primitive, një jetë të thjeshtë, një jetë të dalë ku dalë. Çfarë siguri ku ka siguri? S'ka siguri as në një vend tjetër. Për shembull, është patrullimi i policisë shpesh nga lagja juaj? Ka, policia faktikisht është aktive. Ka momente të caktuara Po rastet për shembull vjedhjesh, keni pasur lagjen tuaj? Po Raste të ndryshme, do të thënë kur flas vjedhje, flas edhe për ndonjë për shembull si rasti djeshëm, që besoj se të gjithëve na ka terrorizuar një farë. Jo, nuk na ka terrorizuar ajo sepse shiko, çdo njeri mund të ketë një breng, një helm, një dhimbje të madhe në shpirt dhe hakmerret, në momente të caktuara dhe hakmerret. Edhe kështu si është ka ta nisur shoqëria shqiptare, këto janë probleme të vështira për të zgjidhur. Për shembull, ju se keni provuar të shkosh në spitalet tjerë, nuk të kap infermieri me dorë nëse si e plek. Është një tmerr i vërtet. Kështu që është një fatkeqësi, si mund të themi ne, Zoti e shpëtoi këtë punën e shoqërisë shqiptare.